Pika turistike e Prevallës, rreth 20 kilometra larg Prizrenit, është shndruar në një nga destinacionet më të frekuentuara gjatë fundjavës. Rreshtet e Borës i kanë dhënë kësaj zone pamjen tipike dimrore, duke tërhequr vizitorët nga qytete të ndryshme të Shqipërisë, nga Kuksi e deri në Saranë, të cilët kanë zgjedhur të shijojnë natyrën, qetësinë dhe argëtimin familjar. Vim në Prevallë sepse është shumë e bukur kur mbulohet me borë, ofron qetësi për familjen dhe argëtimin për fëmijët, ndërsa çmimet janë më të përballueshme se sa në zonat të tjera dimrore në Shqipëri, shprehen vizitorët. Kam marrë disa herë se unë prej Kuksi jam. Unë e vi shpesh herë, vi me familje. Dhe për qef, shkurt muhabeti. Për qef apo pse ju pëlqen si vend? Po më pëlqen edhe si atraksion këtu me borë. Megjithëse na të Kuksit i mësu me borën, po edhe vim këtu me familje. Po në Kuks ndalesh? Po si s'nalem aty, jam leja rrit, jam bën 60 vjeç Kuks. A shkon në për zona turistike që ka Kuksi? Shkoj, për shembull në Kallabak, në Vosej, Lak Dardhës, ku kemi qenë, Buzmadhe kam qenë. Gjithë trevat e Kuksit, se ne na rrit Kuks. Nëse bëni krahasim, ku është më mirë natyra? Te nga pjesa e Sharrit e Prizrenit apo nga natyra e mirë edhe këte nga pjesa e Prizrenit, edhe nga Peja, edhe nga Bjeshtona, aty në Vosejt, Kallabakit, Shishtavecit. Kështu që natyra na pëlqen se na mësuan me borën. Vini për herë të parë këtu? Po, është hera e parë dhe po më duket shumë bukur. Nga vini juve? Ne jemi nga Përmeti, jetojmë në Tiranë. Keni ardhur me familje, me shoqëni? Po, kam ardhur me familje. Me thënë të drejtën që ka një vend shumë bukur. Besoj se edhe vendet tjera malore të Shqipërisë i keni shikuar. Po, kemi shkuar në Boskopoj, në Dardhë. Nuk është një lloj si këtu në Prevallë. Pse nuk është një lloj? Mendoj që ambienti malor është më i bukur dhe pemët japin shumë bukurie. Për mua është hera e parë. Nuk kisha qenë herë tjetër, kjo është edhe arsyeja sepse erdha, sepse normalisht borë mund gjej edhe në Shqipëri. Por doja edhe të shikoja pak pjesën e Kosovës, paktën Prevallën, Brezovicën. Dhe në fund fare të presim edhe në Prizren, pastaj kthehemi për shtëpi. Fluksi i madh i automjeteve nga Shqipëria, shumë prej të cilave nuk janë të pajisura me goma dimrore apo zinxhir, shihet si një shqetësim për sigurinë rrugore gjatë sezonit të dimror, shprehen banorët e zonës. Po duhet pak kur vinë musafirë nga Shqipëria me pas kujdes, edhe me pas kujdes për gomat, mos me orë me gomat verës, me pajisjet, domethënë pajisjet që i vynë gjatë sezonit dimit me gomat dimit ose zinxhir me veti e kështu me radhë. Prevalla ndodhet në jug të Kosovës, në malet e Sharrit, në një lartësi rreth 1800 metra mbi nivelin e detit dhe përgjat rrugës që lidh Prizrenin me Shtrepcën. Zona kufizohet nga pyjet të dendura malore dhe është e njohur si destinacion rekreativ gjatë verës, ndërsa në dimër për sporte dhe aktivitete alpine.